Në stacionin shëndetësor në Katërkoll punojnë 2 mjekë të zgjedhur që kanë rreth 4.000 pacient. Në këtë ambulancë, e vite me radhë nuk vjen asnjë specialist siç ishte më herët, edhe pse është premtuar disa herë që do të punohet në atë aspekt dhe banorëve të zonës së Anës së Malit do t'i mundsohet lehtësimi i ardhes në Ulqin apo Tivar për vizita mjekësore. Për shkak të prishjes së 2 ultrazërëve nuk ka as radiolog. Ditëve të fundit të shtuar ndjeshëm numri i pacientëve si pasojë e gripit sezonal. Doktor Adem Mustafa shpjegon rreth gripit, si të parandalojmë, si të kurohemi, cilat janë pasojat, grup moshat më të rrezikuara. Gripi shfaqet në periudhën e ftoftë kohore dhe zgjat rreth 4 muaj. Përhapjen e viruseve ndihmon edhe qëndrimi në ambiente të mbyllura, mungesa ajrit të pastër dhe ngjashëm. Pasi jemi të prekur nga virusi, shfaqen simptome si dhimbje në fyt, kollë, thatë, hunda bllokuar, ethe, shpesh e përcjellur me temperaturë të lartë. Gripi pa komplikime zgjat 7 deri në 10 ditë. Po, si çdo periudhë të vitit të kësaj kohe, kemi një rritje të fluksit të pacientëve. Kjo është diçka normale, me lëvizjen, me luhatin e temperaturave. Me luhatin e temperaturave kemi edhe një shtim të konsiderueshëm të virozave, të ashtu quajtura viroza stinore. Kjo periudhë, si për çdo vit, fillon prej fillimit të dhjetorit, e që do të zgjatë deri në muajin mars. Kjo është diçka randomt, diçka që ne e presim, këtë rritje të fluksit të pacientëve, dhe një numër i konsiderueshëm i pacientëve këtu vjen me ankesat të randomta me simptomet e traktit të sipër respirator. Do thot me kollitje, me tështitje, me temperaturë, me dhimbje trupit në përgjithësi, plagështi, dhimbje kokës, e kështu me radhë. Mund të dinë cilat janë ato grup moshat më të rrezikuara në këtë stit, flasim? Grup moshat më të rrezikuara janë fëmijët dhe të moshurit, si edhe të smunit me smunje kronike. Me smunje kronike respiratore, me smunje kronike kardiovaskulare, të smunit me diabet, edhe me smunje malinja, apo me smunje tjera kronike që janë rëndome me të ralla. Ja delni mban ju këto 2 mjek, duke ditur që çdo njëri prej juve ka diku rreth 2.000 pacient. Sa mund të arrini ju themi të keni një shqim të rregullt të pacientëve? Ne mundohemi, përpiqemi me aq sa mundemi, dhe në kuadër të ndrimeve që i kemi, ne pothuaj 100% dhe plotësojmë nevojën e pacientëve, nevojën e kësaj treve, kësaj popullate që graviton pranë këtij stacioni shëndetësor. Preventiva, cila është preventiva, të themi, për gripin sezonal? Kështu, gripi është një prej virozave me karakteristike që është pothuaj forma më e rëndë e virozave, ishte edhe gripi i randomt, që në momentet që është normale të shfaqet në këtë periudhë të kohës. Në këtë rast kemi raste sporadike, kurse raste epidemike nuk kemi ende, edhe në vitet tjera nuk kemi pas, para se këtë vit ende nuk kemi. Rastet sporadike kuptohet janë edhe aktuale, tash, ato janë simptomet pak më të rënda, se sa virozat të randomta, me temperaturë më të madhe, me plagështi, lodhje, dhimbje trupit, marrje mendsh, mund të ketë edhe raste me të vjelluna. Por ajo që është e rëndësishme, pacientët është mirë që në ditët e para të konsultohen me mjekun, por të marrin masa preventive në kuadër të shtëpisë. Do të thotë të pushojnë, të konsumojnë lengje sa më shumë, edhe sipas nevojës të përdorin edhe medikamente simptomatike që janë të parapara për gripin e zakonshëm, apo për virozat stinore që janë karakteristike në këtë pjesë të vitit. Është i rrezikshëm gripi, mund të jetë rrezikshëm për jetën nëse nuk merren masat e duhura, themi terapia e dur? Gripi si grip është sëmundje virale që prek organet e sipërme respiratore, që përhapet në mënyrë të menjëhershme, sidomos në këtë periudhë të vitit, po, edhe atë që të përhapet në mënyrë të shpejtë
mundson inkubacioni i tij, që është shumë i shkurtër, që zgjat 1 deri në 2 ditë. Mandena me temperaturat e ftofta që karakterizojnë këtë periudhë të vitit, mundësia e përhapjes është më e shpejtë. Mënyra e jetesës, mënyra e kontaktit të popullatës me një tjetrin është më e afërt dhe më shpesht. Kështu që edhe mundësia e infektimit të gripit apo të virozave stinore është më e shpesht këtë periudhë të vitit. Doktor Mustafa, para mikrofonit të televizionit të UTA, shprehet se përparësi për vakcinim kanë të gjithë personat e moshuar, si dhe ato me sëmundje kronike. Një numër i konsiderueshëm i popullatës të moshës mbi 65 vjeç, rregullisht tash e disa vite vaksinohet me vaksinë e gripit. Pasi që e dim, si gripi është sëmundje virale, sikurse edhe virozat tjera, nuk ka shërim. Por ajo që është karakteristike, është vetëm vaksinimi prej këtij gripit. Ne kemi pas dozat e mjaftueshme të vaksinës së gripit, kështu që mundësia e vaksinimit ka qenë për çdo njeri i cili ka mbush 65 vjet dhe i cili ka qenë i smur për sëmundjeve kronike, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundje respiratorie, që kategori që është më rrezikuar prej infeksionit e gripit. Jemi dëshmitar që kohëve të fundit ka shumë paragjykime për marrjen e si vakcinës, të themi këto të rëndomta, po ashtu dhe vakcinave kundër gripit. Ju si mjek, preferoni të marrin vakcina, sa është e damshme apo sa ndihmon një vakcinë? Unë preferoj kategoritë më të rrezikuara, mosha mbi 65 vjeç, mandena fëmijët të smurët me sëmundje kronike, unë preferoj që të vaksinohen rregullisht. Vakcina nuk është parandalim i sëmundjes 100%, por ajo bën të mundshme një përqindje shumë të lartë të mbrojë prej gripit, një dhe dyta nëse pacient nëse infektohet prej gripit, ai do të kalojë me simptome shumë më të lehta. Ati rikthehemi pak punës këtu në stacionin shëndetësor në Katërkoll, si funksionon patronazha? Patronazha funksionon shumë mirë, kur në rastet kur teknikët nuk janë pushim, do të thonë punojnë në mënyrë të rregullt, punojnë para dreke dhe mas dreke. Kështu që mund mendoj se e mbulojmë shumë mirë këtë territor në të dy ndërrimet. Është shqetësuese se viteve të fundit është rritur shumë numri i rasteve me sëmundje malinje, por që akoma nuk mund të dihet shkaktari. Sëmundjet malinje më të shpeshta që prek këte popullat janë kanceri i gjirit, qafës së mitrës, mushkrive, prostatës, sëmundjet malinje të gjakut dhe zorrës së trash. Shkaqet nuk mund të themi se shkaqet nuk dihen, por që kemi një rritje të numrit të pacientëve me sëmundje malinje, kemi kohë të fundit. Kjo vërtet, kjo është evidente. Sepse ato janë, si më thonë, është punë tjetër që të studiohet dhe të mirën analiza dhe të tjera për pse është ky numër kaq i lartë dhe pse dita ditës është në rritje. Në fund kemi edhe këshillat që jep doktor Mustafa. Ushqimi sa më i freskët dhe natyror me plot vitamina minerale, konsumimi lëngjeve natyrale, aktiviteti fizik dhe largimi prej personave të dyshuar për grip infektiv. Bëj apel banorëve që në këtë periudhë të vitit të kenë kujdes, sidomos veshja të përshtatet temperaturës, mundësisht të shmangin kontakteve të panevojshme, sidomos me ato që shfaqin simptome të virozave, me të shtitje me kollim, pasi që mundësia e infeksionit nëpërmes kontaktit është më e shpejtë. Mandena në temperaturat e ftofta, sidomos në temperaturat ekstreme, kur ka me njëshën temperaturave, në mëngjes dhe në mbrëmje, mirë është që të përdorin veshjen adekuate, eventualisht frymarrja të jetë me hund, të evitohet sa më tepër frymarrja me gojë, nëpërmes mbrojtjes ndonjë shallit apo diçka tjetër. Kështu që mundësia e frymarrjes me hund bën të mundshme edhe lagështinë e ajrit, edhe grohen e ajrit, edhe
kështu që mundësia e infektimit është edhe më e vogël. Do thotë nuk irritohen rrugët e sipme respiratore. Mandajna edhe dhomat duhet të ajrosen, dhomat ku rrihet, duhet të kenë lagështinë e nevojshme, pasi me përdorimin e kondicionerëve apo me përdorimin e kaloriferëve ajri thahet. Edhe kjo i ngacmon me tepër rrugët e sipme të traktit respirator. Kurse nëse vrehet simptome, pacienti duhet të shmanget përdorimit të antibiotikëve. Antibiotiket kur nuk përdoren në kryen veti. Antibiotiket përdoren vetëm në konsultim me mjekun, edhe në vizitë te mjeku duhet të shkohet patjetër që të përdoret antibiotiku. Por shërimi është simptomatik, 2-3 ditët e para. Konsumimi i lengjeve, konsumimi i pemëve i perimeve sa më tepër, evitimi ushqimit të rënd, ushqimit me yndyrna, ushqimit me brumna. Në rast se ka simptomet çfaqje të temperaturës apo kollitje apo dhimbje të përgjithësisë të trupit, atëherë përdoren medikamente në simptomatike. Rekomandohet preparatet e paracetamolit, preparatet e brufenit, apo edhe sirupe të cilet e zvogëlojnë kollin. Në rastet e kollit me gelbaz apo me sekret, përdoren edhe sekrolitik, të cilet mundsojnë nxjerrjen e sekretit ma lehtë nëpërmes përdorimit të sirupeve. Doktor, ju falenderoj për bisedën. Faleminderit juve.